Komisioni Qendror Zgjedhor në vazhdimsi po përditëson rezultatet e numrit të votuesve në zgjedhjet e parakohshme që po mbahen më 7 qershor. Në raportet e publikuara, vërehet rënja e numrit të votuesve në 144 vendvotimet e Gjakovës, ku nuk përfshihen vendvotimet me kusht, votimi i personave me nevoja të veçanta dhe votimi jashtë Kosovës, krahasuar me zgjedhjet e jashtëzakonshme të dhjetorit 2025. Sipas përditësimit të fundit të Komisionit Qendror Zgjedhor, deri në orat 18 të drejtën e votës, nga 118.486 votues me të drejtë vote, në komunën e Gjakovës, këtë të drejtë kanë ushtruar 27.007 votues, në 144 vendvotimet e hapura sot që nga ora 7 e mëngjesit, ku nuk përfshihen vendvotimet me kusht, votimi i personave me nevoja të veçanta dhe votimi jashtë Kosovës. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara më 28 dhjetor të vitit 2025, deri në orën 18, patën votuar 30.13% të votuesve me të drejtë vote, ndërsa këtë vit kanë votuar 22.79% e individëve që kanë të drejtë të votojnë. Procesi në Gjakov ka shkuar sipas të gjitha planifikimeve dhe nuk është raportuar për ndonjë incident.